Përshëndetje, mirë se erdhët në episodin e dytë të këtij podcasti. Unë jam Herdi. Unë jam Saadi. Tema që kemi zgjedhur për sot është degenerimi i rinisë sotme. Degenerim komplet. Çfarë mendimi ke ti për shembull për rininë e sotme? Për mendimin tim, rinia sotme është bloz fare. Ditë pas ditës po përkeqësohen. Shkollë nuk shkojnë fare. Shkollë shkojnë ta mos me marr mungesat, me u tall me zyshat, me kalu kohën. Jo që kalojnë kohën, në fund fare edhe ngelen. Ti për shembull sa vjeç je? Unë jam 19. Ti besoj i bie ti në universitet. Unë kam ngel më burri dhe unë ta përkaja për vete. Mirë. Përveç shkollës, i gjë tjetër që më bën shumë përshtypje janë edhe këto lidhjet e adoleshencës sotme. Po më vërtet kanë filluar lidhën që në moshë të vogël. Por nuk e kuptoj herë, si mund shuhet lidhje vetëm duke folur me mesazhe. Për mendimin tim, kjo gjë nuk ka sens fare, por është vetëm me mesazhe. Ose takimet për shembull. Dikur shkoheshim në përparqe ose në një event kështu, sot shohin vetëm filma, gjona, folin nëpër Instagram, në rrjete sociale, nuk dalin as ta njoftin njeriu tjetër. Ti pretendon ti lidhesh me një femër, qofse nuk e tako. Ato folin vetëm në Instagram, domethënë për këtë gjë flasim për moshën se kanë filluar të lidhen 15 vjeç. Folin për moshat e vogla fare, që lidhen nëpër rrjete sociale, edhe i duket sikur ajo është nusja e ardhme e atyre. Bën shumë plane me atë lloj goce, edhe në fund fare nuk e zgjasin as 2 javë. Ja po përdorim këto terma, ja po nusja ime, ja po do bëjmë kalamon. Nusja ime. O zera ime, baby im ti. Në fund, marrë lidhe komplet. Kur ndahen për shembull, pastaj janë shumë të mërzit, nuk shkojnë as nëpër shkolla. Presin ta marrë. Nuk e di, domethënë mbyllen nëpër shtëpi, e ndjejnë shumë atë mërzin, a kupton? Edhe ndërkohë që as nuk e kanë ndërkohë nuk e kanë taku fare atë gocë, thjesht ata më folën nëpër rrjete sociale. Si ka mundësi ja pret atë me një herë që të binë depresion për një person që se kanë taku as që s'kan pas një herë kontakt fizik vetëm me mesazhe. Nuk e kuptoj domethënë. Përveç këtyre lidhjeve, janë edhe për shembull janë fokusuar shumë nëpër telefona. Në kohën tonë për shembull, ose ne jena shumë të mëdha, kupton? Po prap në kohën tonë nuk ekzistonte që të kishim 13 vjeç telefon. Ti kur e ke marrë telefonin e parë? Vit parë. Vit parë vjet ke qenë 16 vjeç. 16 vjeç për shembull, a kupton? Kurse këto sot e morin që 9 vjeç telefonin. Që 9 vjeç edhe fillojnë të marrin telefon. Marrin 13 Pro Max o shoku. Fillojnë të hapin Instagramin e tyre, Snapchatin e tyre. Kupton si? Ndërkohë që unë kur kam marrë telefon për herë të parë, vetëm gjë që dija ishin ato shortsat në YouTube që ishin to 5 minute crafts, 5 minute craft, top 5 haircuts ato, videot me indianë kështu prej këta. Se këta as nuk e din fare ç'a bëhet në botën e jashtme, vetëm mbyllen shtëpisa marrin në shkollën kur shkojnë. Se kur shkojnë, rinë shumë mëngjes, a kupton, sa zgjohen, hapin telefonin dhe fillojnë të shkojnë nuçes e tjera. Mëngjesit dhe mëlsie, tjetër. Ose është bërë shumë trend ky TikTok. Kanë filluar të bëjnë ca trend aty në TikTok, që nuk e di domethënë. Kanë bërë shumë problema ato. Fillojnë një nga këto është arsyeja që TikToku do mbyllet fare. Po për mendimin tim, mos e mbylli TikTokun asnjëherë. Në fakt, nuk është arsyeja për me mbyll TikTok. Po pra. TikToku thjesht mund vej një moshë saktuar, ose thjesht mund të heqë videot që janë për rini. Sa kujtoti nuk e ndrojnë moshën ata kur jeni aty më regjistruar. Po ndrojnë pra, prandaj thash, të heqin video që nuk janë për rini, ose vejnë vetëm video që janë promocion, janë reklama, biznesash, se shumë biznese mbajnë nga TikToku. Reklama biznesash ose video humoristike që janë përshtatshme për shembull. Për çfarë lloj moshe? Për çfarë lloj moshe? Është e mundur për shembull të jetosh pa TikTok. Se kena marrë si shembull TikTokun, më që është rrjeti social më i përhapur, më viral i momentit. Për mendimin tim, edhe rrihet edhe srihet. Në TikTok për shembull, mund shohësh ndonjë informacion që e kërkon, shef ndaj video humoristike. Ke rob që bëjnë biznes me TikToku, do valla, nuk është arsyeja që të mbyllësh TikTokun për rinin. Për shembull, përveç këtyre rrjeteve sociale, okay, e heqim TikTokun. Është mënyrë ta mbyllin për disa njerëz, jo për gjithë. Por që përveç kësaj TikTokut, rinia sotme nuk di ç'a të bëjë me jetën. Ata as nuk punojnë, as i lloj gjoje. Nuk di ç'a të bëjë, domethënë, nuk e di, nuk ma merr mendja nëse rinia sotme mund di për marrë si shembull të ndezi një sopë me dru. A mund ta di një 13 vjeçar të ndezi një sopë me dru. Po marr sopën, po ka shumë gjëra tjera ose gatime, të gatuaj një vajzë, din me gatu. I kokërvez nuk din me gatu. E djegën aty, ç'a bën? Edhe mbaj parë, askush. Se ngjiti vezan tiganto. Po mos i vaja. Nuk e di domethënë. Ose përveç këtyre, ato kanë harru për shembull, nuk janë social fare.
nuk din dalin, nuk din të bëjnë një muhabet, nuk din tulen tavolinë me dikë dhe të flasin diçka normale ose të bëjnë një telefonat normale në telefon për shembull. Nuk din të argumentojnë, nuk din asnjë lloj gjëje sepse janë mbyllë gjithë në atë botën e vet telefonit. Edhe dim vetëm lojra online, gjëra që s'kan lidhje me jetën e përditshme. Ulesh në kafe, i gjys llavi, qa bone si jem, asë ja fut telefon 2 ora. Ja fut ai pse s'po flisi, po normal të s'po flet valla si në telefon. Mi që ma kujtove këtë pjesën e kafe. Dalim prapë këtë pjesë e mësimit. Orët e para herë nuk ekzistojnë fare, për asë lloj nxënës. Janë bo ato kafe të shkollës. Nuk e di, i kanë eru këto pronarët e shkollave, se nuk shkon asnjë në shkollë. Orën e parë rinë gjithë nëpër kafe. 3 kafe i fusin që me mëngjesit zonë. Ja dhe ka i paket. paket. Po slimsa sa hajt paket. Nuk e di domethënë o vlla 15 vjeç ai pi paket cigare në ditë. A kanë prindër o vlla, ai ruajnë ai çik të A kanë prindër. seder o vlla, a kanë Po turp. për seder jo. Ne për Nuk seder. kanë prindër. S'kan Ti ruaj. prindër, nuk kanë prindër. Dalin shumë gjes aty, Ulën pik mjesit në kafe, shkojnë nga ora 3 në mësim. 3 mësim. Mirë që shkojnë, fillojnë tallen aty, bëjnë balt fare. Ja heqin tronin zyzhës. Po rrin gjithë ditën kafe. Nuk e di çfarë muhabetesh bëjnë kafe gjithë ditën o vlla. Qa muhabetesh bojnë, Edhe muhabete, jo po maksimumi- rafa këtë, jo po s'rafa atë. Oh, për pjesën e sherave pastaj. Nëse këta janë Janë bo gjithë bo gjithë gangstera. gangsterat. Tu del ajo pjesa e rrjeteve sociale, se shohin shumë në rrjete sociale, prandaj ndoshta një nga arsyet do mbyllet Që ndikojnë, a kupton? Ndikon shumë kjo Po, pjesa po. se shohin tjerët në rrjetet sociale, edhe i duket vetja gangstera, rrin me thika në xhep, bëjnë gjuin, bëjnë në përsherra shkolle, për goca, për zhona. Shofin Janë bu gjithë si Rambo. Pa mo me ke gjenë Rambo. Nuk e di domethënë. Nuk guxo ti ta shohësh në sy një 15 vjeçar. Ta ke shep gjerë mashetën ai. Ku lëgojnë që ta puta. Nuk e di Po, domethënë. po, po, Nuk guxo ti të hedhësh sy ke çut ose ke gocë. Nëse ja këto gocat kanë një lloj fjalori që neve Turpi as nuk e zotit. përdorim fare atë fjalori, e përdori gocë që është në klasë 7. Del aty, Ne, ke prit, frikë prit. të folësh apo. I rast konkret me këto gosat, po ishte e papam fare. Para qa ditve, po më të dal nga shkolla, kupto, po fund, ja 2-3 goca, a ne po kapëshin për flogësh. Po, a kupto, thash, tu menus janë duke lujt, shkova aty, jo ku ti pek dashnur, ti vap ja kapshin flogën edhe ti. Po, Ta je që mund të ishin po atë. unë që jam 14-15 vjeç, o shumë. Imagjino 14 vjeçë Tu zon për një çum, a kupton Për ti një se dash. çfarë mentaliteti mund të kenë ato, a Kur je kupton? dashur 14 vjeç. Kur ka qenë lidhja jote e parë me go? Çfarë mosha? Dalim pak ke këto temat personale. Tash i folim çish më seriozisht apo. Marrim pak më serioze temën. Po për shembull, lidhja ime e parë ka qenë 16-17 vjeç, ka qenë një lidhje 2 vjeçare. Lidhja ime e parë kur kam rënë në dashuri. Po mirë, Po, ma ti herë thënë të në damë, sa vjeç ishte ajo goca? Moshtime. Po pra, çishur se tash i kanë dalë edhe këto, po janë i kap këto. Po na po. Ke prik dalë ka lisheni me thon drejtën se del ai Del xhaja, nga shkurrë nga kurrët aty, shkon nga smot 13 vjeçare. Nuk e di domethënë. Janë hapsa emisionet pak dhe na kanë bërë mirë me këta emisionet, janë kapca. Janë Kapën e kapca, këta po do tjerë. kapën e këta tjerë. Luni. Matën e miku dilni. Dhe tani përveç tyre të bëhemi edhe pak serioz, dhe me që po vime edhe drejt fundit, shpresojmë që kjo të jetë një mësim sa do pak i vogël për juve, dhe të reflektoni, sidomos ajo pjesa e shereve, me problemet e parëndësishme që ju i krijoni familjes tuaj. Fundja fundit shtaksirat ka familja juaj të stresohet për problemet e juaja. Ky ishte edhe podcasti jonë për sot, besojmë t'ju ketë pëlqyer. Nëse keni mundësi, na ndërroni me një subscribe, një like, një comment. Edhe share.